Ministria e Mbrojtjes ka urdhëruar evakuimin e menjëhershëm të banorëve të njësisë administrative në Vosel për shkak të përmbytjeve. Evakuimi do të realizohet në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, prefektin e qarkut dhe strukturat vendore të emergjencave civile. Transporti do të sigurohet nga mjetet e bashkisë, shërbimi mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, si dhe forcat e armatosura. Prioritet gjatë evakuimit janë fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët në zonat e izoluara. Strehimi dhe asistenca për qytetarët e evakuar do të menaxhohet nga bashkia në bashkëpunim me policinë, strukturat shëndetësore dhe shërbimet sociale. Do të sigurohet regjistrimi, ushqimi, veshmbathja, ndihma mjekësore dhe informacioni i rregullt mbi situatën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.